Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju vjen era djersë, bëni këtë dhe largoheni për 5 minuta. Imagjinoni të shkoni në një fest, mirë po të mos guxoni të ngrini duart lart duke vallëzuar, sepse trupi juaj po kundërmon. Imagjinoni që njerëzit ikin nga ti dhe nuk dëshirojnë të rrinë afër, pikërisht për shkak të aromës së pakëndshme që trupi juaj lëshon, e tmerrshme apo jo. Aroma e trupit është shumë e padurueshme. Kjo aromë krijohet si rezultat i baktereve të cilat e shndërrojnë djersën e acide. Zakonisht njerëzit mbajnë aromë të keqe kur kalojnë në pubertet, kur janë obez ose han ushqime pikante. Shumicën e herëve, aroma e trupit shkaktohet nga gjëndra të cilat ndodhen në regione të ndryshme të trupit siç janë gjoksi, sqetullat dhe veshët. Disa nga mënyrat me të cilat mund të shmangni këtë aromë janë: mbani pastërti. Bakteret që janë në lëkurë nëse mbeten aty për një kohë të gjatë krijojnë një aromë shumë të keqe. Ato mund të eliminohen vetëm nëse e pastroni trupin tuaj shumë shpesh. Këshillohet që trupi të pastrohet së paku 1 ose 2 herë në ditë. Sapunët antibakterial. Në mesin e shumë metodave për të mbajtur pastërtinë e trupit janë edhe sapunët antibakterial. Gjithashtu ata kanë një efekt të madh në eliminimin e baktereve dhe njëkohësisht ata do t'i japin trupit tuaj aromë të këndshme. Përdorni sodë buke. Soda e bukës nga ana tjetër është një produkt shumë i mirë, e cila ndihmon në absorbimin e yndyrës dhe shtresës jo të mirë të lëkurës tuaj. Gjithashtu ajo ndihmon edhe në heqjen e djersës dhe aromës së trupit. Mundet të konsiderohet si një zëvendësues ideal i antidjersës. Fshini trupin me një peshqir të pastër. Nëse keni bërë dush, siguroni që peshqiri që e përdorni për tharje të jetë i pastër. Nëse trupi është i tharë, atëherë është më e vështirë për bakteret që të mbijetojnë. Uthulla e mollës. Gjithashtu kjo është një produkt natyral e cila bën që bakteret tuaja vështirë që të mbijetojnë. Uthulla e mollës bën që të balancojë nivelin e pH-it në trupin tuaj dhe ndihmon trupin të luftojë bakteret e dëmshme. Lëng limoni. Që një kohë të gjatë dihet se limoni dhe përbërja e tij acidike uli nivelin e pH-it në lëkurë duke bërë lëkurën ambient jo të përshtatshëm për mbijetesën e baktereve. Kur bëhet fjalë për djersitje, ne ndjehemi gjithmonë në turp sepse është diçka e cila na bën që të jemi të papastër. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se ka disa ushqime të cilat shkaktojnë më shumë djersën dhe e bëjnë atë më të fortë? Ka disa ushqime të cilat edhe reduktojnë erën e keqe të djersës dhe që do t'ju ndihmojnë ju të ndiheni shumë herë më mirë. Sot në këtë video ne do të listojmë produktet të cilat duhen konsumuar për të shmangur përgjithmonë djersën. Vaji i arrës së kokosit. Vaji i arrës së kokosit është një produkt më efektiv i cili mundet të ndihmojë në trupin tuaj për të shmangur erën e keqe të djersës. Vetitë e saj antimikrobike duket se kufizojnë rritjen e baktereve ndërsa acidi laurik në përbërjen e tij shkatëron erën e athët. Limoni dhe çdo agrum tjetër është fantastik për heqjen e erës së keqe të gojës. Ashtu si vaji i kokosit, edhe lëngu i limonit mundet që të kontrollojë frymën e keqe e cila është pikërisht e shkaktuar nga bakteret e këqija. Dhe gjithashtu në qoftë se ju pini një gotë ujë me limon në mëngjes, ajo mundet njëkohësisht të ndihmojë edhe në kontrollin e trupit tuaj. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh që një tjetër mundësi e thjeshtë për të realizuar është që të shtrydhësh një gjysmë limoni dhe para se të futeni në dush, fërkoni pjesët e limonit nën sqetull. Gruri.
Lëngu i grurit përmban një sasi të madhe proteinash, vitamin C, vitamin B12, B6 dhe acid folik. Për më tepër, ky është një antioksidant i fuqishëm natyror, i cili bën të mundur largimin e djersës tuaj nga trupi juaj. Në çfarë do lloj mënyre që ta konsumoni gruri do të ndihmoj që të mos keni probleme me erën e keqe të djersës. Majdanoz. Majdanozi është një ndër bimët e cila shërben si një ilaç tërësisht popullor për trajtimin e erave të pakëndshme të trupit tuaj dhe njëkohësisht përmbajtja e lartë të klorofilit dhe aroma e saj e freskët i japin trupit pikërisht atë efektin pastrues. Majdanozi pastron trupin dhe lufton bakteret dhe erën e keqe të trupit. Mente. Mentja ka veti shëruese. Përdorimi i këtij produkti zvogëlon numrin e impulseve të dërguara në gjëndrat e djersës që e bën trupin të lëshojë një sasi të vogël të sekrecioneve. Mentja mund të konsumohet e freskët, e thatë ose dhe si një vaj esencial si brenda dhe jashtë trupit. Kanella. Nëse i shtonit ushqimit kanellë, është një zakon shumë i mirë të cilin ju nuk duhet që ta lini pas dore. Kanella ka veti të njohura për të eliminuar erërat e pakëndshme që njerëzit përgjithsisht kanë me djersët dhe në gojë. Çaji jeshil. Çaji jeshil përmban acide organike. Kjo është arsyeja pse ashtu si i urtë ka veti të luftojë erën e keqe të djersës së tepruar dhe gjithashtu për të parandaluar edhe rritjen e baktereve të këqija për sa i përket trupit tuaj. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ajo është e dobishme për këmbët, trupin dhe madje edhe gojën. Pini çaj jeshil çdo ditë për të marrë një rezultat akoma dhe më të mirë. Përveç zvogëlimit të djersitjes, ky çaj ka një efekt pozitiv edhe në metabolizmin dhe është shumë i dobishëm për ata që duan të qëndrojnë të shëndetshëm dhe njëkohësisht të pastër. Rozmarina. Sipas ekspertëve të cilët kanë kryer studime se si të eliminonim erën e keqe të djersës, është treguar se edhe rozmarina ka një efekt të shkëlqyer për sa i përket eliminimit të djersitjes së tepruar dhe gjithashtu erës së pakëndshme në trupin ton. Duhet të dini se ajo përmban klorofil dhe mentol që i japin trupit tuaj një aromë tepër të këndshme. Mungesa e zinkut në trup gjithashtu bën të mundur djersitjen e tepruar, por duke qenë se rozmarina përmban zink, duket se ajo e kompenson këtë mungesë të zinkut në trupin ton dhe kompensohet sigurisht mungesa e këtij elementi kimik duke parandaluar edhe djersitjen dhe aromat e këqija të trupit. Por ju gjithashtu mundet që të përdorni edhe vajra esencial me rozmarin për sa i përket lëkurës tuaj dhe efekteve të tyre magjike që kanë në trupin tuaj. Nëse ju dëshironi të shpëtoni një herë mirë nga era e keqe e djersës, ne ju sugjerojmë që të mos neglizhoni këto produkte fantastike, të cilat do t'ju bëjnë që të mbani një aromë tepër të këndshme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.